Hello. Hello, si jeni? Mi mbrëma fermer, mi mbrëm myje, whatever you call yourself, mi mbrëma. Uroj të jeni sa më mirë, sa më bukur. Si jeni? Nisi ferma. Po shoh që një çift ka ikur, çifti tjetër është ngjitur. Sot kemi drama, kemi goxha drama. Do bëj njerëz të vdekur. Automatikamente ndryshohet. Po, pra po. Ndryshohet. Ndryshohet vetë. Po ma kthe. Po jo auto ndryshohet. Unë e kam atë çakma. Qa frysh qif dërë të mpil ty me gjatë palestrën tate. Ate kajnë e vogër si ma keqë si pinguini. Qa frysh ti mua byll qim. Ti s'pongop nusën, s'pongop grun, s'pongop. Mos flas më tepër. Ta qin grun, sytat të lidhën dy me litar. O pila rëpsh, ta qin motrë. Që shkë këtar me zile këtu më? Dhe thënë, nuk e kuptoj pse i liri Lal, do komentojsh keq, jashtë kanë sakatut, kanë pret, kanë shet me rëpë shpije. Mos rri qesh, it's not funny, ajo është e dhunë. Po ti një plusshim, një ordiner, dhe mi është shumë keq për prindërit tu sepse nuk është fa i tyre domethënë që ti e kaq ordiner, nuk është problemi që ata kanë edukuar keq, ti thjesht ty ka djeg fura, gjithmonë një djeg fura, kështu që Jam kundra Mozës në këtë që thot, por jam pro Mozës në këtë që thot. Pra, okay, është drejta Mozës ta fali Ilirin nëse do apo jo, por jam pro Mozës që thot për një gabim të dikujt nuk mund kancelohet dikush. Domethënë nuk mund ta kancelosh si individ, se ka dalë ky termi i ri tani, let's cancel him, cancel her, like njerëzit kanë punuar shumë fort në jetën e tyre që to get cancelled për një gabim. Dhe kjo gjithmonë kam qenë kundra, e kam thënë gjithmonë nuk mund kancelosh dikë. Ka ndodhur me shumë personazhe publik që kanë bërë disa skandale ca gjëra dhe unë kam vazhduar kam punuar me brendet e tyre. Absolutisht. Unë nuk mund t'i heq punëtorëve të X filani VIP që ka bërë një skandal dhe çfarë do ta godasë brendi vet. Falni, drejt për drejtje? Po. Tani mendoni se Iliri e ka përdhënuar Mozën apo Moza çdo kush që e prek e konsideron si përdhënim, se sapo tha mund të kem ngel dhe 7 zanë, nuk i dihet.